Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Arom Shkodrës. Shpresoj që në takimet javore që ne kemi në emision, ju të jeni njohur me personazhe apo dhe diskutime interesante që t'ju vlejnë në jetën tuaj. Dhe ne kemi sjell historinë e këtij qyteti, kulturën. Janë dy pika shumë të forta të emisionit Arom Shkodrë, por kemi folur shumë pak për atë që na dhëm të gjithëve, drejtësia. Dhe kur flasim për drejtësi në Shqipëri, të gjithë fillojmë dhe ankohemi. Themi që në këtë vend nuk jetohet mes të tjerave ku karakteri ekonomik ka dalë në vend të dytë dhe është çështja e drejtësisë. Pra nuk jetojmë dot në Shqipëri se ka shumë pa drejtësi. Pastaj del dhe një listë shumë e gjatë, jo korrupsioni, mënyra se si trajtojnë punëdhënësit, apo se si është ashpërsuar shoqëria jonë. Megjithatë, le të qëndrojmë te drejtësia. Është një term shumë i madh, mund të flitet për shumë çështje në lidhje me të. Megjithatë, ne do të ndalemi tek figura e avokatit. Nuk e kemi pasur asnjëherë në emisionin Arom Shkodrë, qoftë një avokat të vetëm që të flas për çështje që lidhen të fushës së tij. Dhe për ne është kënaqësi që në këtë emision të ftojmë për herë të parë avokatin e nderuar që nga viti 2011 në Shkodër, zotin Ardian Brunga. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi që kemi imazhin e një avokati, megjithëse impostohemi menjëherë kur kemi një avokat në studio për të bërë një bisedë shumë serioze, ndryshe nga gjitha puntatat e tjera, ku sensi i humorit apo diçka tjetër e ka përthyer pak bisedën. Tani do flasim për gjëra serioze, shumë serioze që na interesojnë të gjithëve. Përditshme, më mirë më thonë. Si u gjende në këtë profesion? Jam shumë kurioztare. Atëherë, profesioni avokatit. Gjithmonë e kam pas dëshirë zgjedhjen e një rrugë për të marrë me drejtësi, për të kërku gjëra të lishme dhe ndoshta edhe për të ndihmuar njerëzit me ata kapacitetet e mia që kam edhe njerëzore. Pra kjo ka qenë një zgjedhje jemja, më tepër për të marrë me drejtësi dhe për të dhënë drejtësi. Je zgënjyer në pritshmëritë e tua, pra ti u nise për të vendosur drejtësi dhe ndihmuar njerëzit. Në mënyrën se si ushtron profesionin, je zgënjyer nga realiteti, kemi fjalën për mënyrën si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Realisht, unë nuk jam i zgënjur hiç, përveç se mund të kem qit pak ndoshta jo probleme familjes, po duke u marrë me kohë edhe jashtë orarit, edhe jashtë veprimet që bëj, gjithmonë është pse në familje që nuk je shumë afër familjes. Po nuk jam i zgënjur, jam i kënaqur edhe për kontributin që jam munduar me dhënë, pavarësisht mirëkuptimit njerëzve që se ky është sistemi jonë. Me siguri dita për ju nis me sfidë. Pa diskutim. Cilat janë sfidat e përditshmërisë tuaj, por duke e kaluar ndoshta, edhe pse do na duhet një minutazh shumë i vogël për ta përmbledhur te sfidat e drejtësisë në Shqipëri në fundit. Atëherë, sfida e avokatit fillon është në çdo moment, për arsye se avokati nuk është se ka një orë të caktuar. Avokati është në shërbim të njerëzve për gjatë 24 orë po të thush. Pra kur të ketë nevojë dikush, ne na gati që t'japim ndihmën tonë ligjore për njerëzit. Pra fillojmë punën që në mes, po ta shohësh një ditë rutinë është fillimi i punës duke vazhduar me gjyqjet në gjykat. Mas tani bëjmë përgatitje edhe mas ditës që kjo përgatitje për ditën e nesme mund ta hanë edhe orë, ndoshta edhe deri te orët vona të darkës. Për arsye se përgatitjen për ditën më Po, shoh një fluks te zyra juaj, se herë që kaloj andej, shoh njerëz që presin që bisedojnë. Aty nis puna juaj apo për shembull do ta quaja ndoshta një humbje shumë e madhe kohe, se njerëzit i këshillon, po pastaj ata e duan sërish nga e para, pra si është ky komunikim me avokatin në Shqipëri? A konsiderohet si punë edhe momentin që komunikon me avokatin, se ne kemi nevojë për këshillat e avokatit? Pa diskutim. Atëherë, e vërteta është që unë për veten time jam dediku edhe po të shohësh shumë njerëz që kanë ardhur për konsultime, nuk është se kanë bërë pagesa. Pavarësisht se ne kemi edhe pagesa edhe për atë konsultim që japin se pra një konsultim bëhet kundrejt një pagese. Është të shkruar me në ka një rregullor që do ta ketë çdo zyrë, besoj që është pjesë e punës, kjo është puna juaj në fund. Megjithatë, unë po këtë them me përgjegjësi, luhet 99% njerëzve nuk kam thënë kuj pagesën dhe s'ma kanë lënë se thojnë mirë pashim, pra nuk e kuptojnë edhe rëndësinë. Realisht, personi avokatit në Shqipëri, po delte pak të temat që ta lidhi me këtë, me njerëzit, ka të bëjnë shumë me kulturën e njerëzve. Pra, avokati, edhe amen të ketë që ka fitu avokati, realisht, për njerëzve që e kanë prish
pyll po adera fjalla nuk ka, por nuk është se përfaqësojnë të tonë. Njerëzit vinë, marrin konsultime, me të thonë drejtën shumica atyne, për hir vërtetës, flet sa dush dhe kanë mendën e vet mbrapa. Pra, kanë dëshirë që t'i bëjmë qefin. Imazhi i avokatit ose dyshueshmëria vjen te figura e avokatit, vjen sepse kjo ndikon te vendimi që merr një padi ose një fajtor dhe pastaj e kap gjithë zinxhiri ku është edhe avokati ai i cili ndëshkohet për shkak të një sistemi të dështuar të drejtësisë apo jo? Ja. Avokati po ta shohësh nga përgjegjësia ligjore që ndërton avokati është sipas ligjit se do t'i përmohet kodit penal, civil, procedurës penale, civile apo administrative. Pra ne kemi janë fikse se si do të drejtohesh me i padi. Atëherë, interpretimi i padis e ka tjetër kush ose dhënien e vendimit e ka gjykata. Për ne është shumë e rëndësishme mirëbesimi, punumja me besnikërinë e personit i cili na beson mjekës e një drejtë vet dhe dhënia maksimumin ton për të arritur qëllimin personi që unë mëroj. Pra unë duhet që gjithmonë personi që unë mëroj me fitu ose me ju dhënë drejtë atij. Po këtë drejtë nuk e japim ne, po jep gjykata. Po ne mojmë përgjegjësi morale, kena pra ka raste që shoh edhe klientin që ndoshta nuk merr drejtësi, që duhet të ketë drejtësi, nuk merr drejtësi. Por ka një të mirë ligji që ka parashikuar shkollë të gjykimit, të cilat ndoshta një shkollë nuk marrin, një shkollë dytë marrin. Pra, po janë të gjithë shkollët e gjykimit që ka në shumë raste që unë kam gjetë drejtësi edhe prej sistemit gjyqësor. Drejtësisë, do të thonë gjyqtarëve. Kam përshtypjen që këtu ndikon edhe autoriteti jot, mënyra e argumentimit të çdo mbrojtje që i bën klientit tuaj. A ka një ngërç midis avokatit dhe gjyqtarit? Ngërç. Ose avokatit dhe prokurorit, domethënë, a është e vështirë të punojnë në këtë rreth? Do të them diçka për punën edhe të punës tonë me njerëzit. Siç të thash pak përpara, njerëzit kanë dëshirë që për hallin e tyre m'ia bëj shefin, ose mund të kenë drejt. Avokati të ndërton padin ose kërkesën si dushti, por duhet ta ndëgjojmë me vëmendje avokatin, edhe me aq drejt sa ka. Për arsye se njerëzit pyesin njërin tjetrin dhe kush ju bën shefin, atëherë shkojnë në gjykat. Pavarësisht ka abuzime, edhe avokatët abuzojnë me klientin. Pra, i bajnë shefin, në fund thonë, jo, se bani. Pra, unë kam dëshirë dhe kam shumë raste që më kanë ikë prej me dhe kanë shku në për avokatët tjerë, vetëm se unë nuk i kam thonë kaç fiton ose kaç drejt ke. Pra, dojnë drejtën ta kenë fituar përpara. Duhet t'ja bëjmë gjithsesi të qartë që pritshmëritë e tij të përputhen me ato të bisedat e para që janë bërë që në fillim. Po, atëherë, realisht, për të marrim atë konceptin edhe mënyrën se si punojmë avokat klient, sidomos në Shkodër. Ne kena diçka që punojmë besueshmëri me njëri tjetrin. Pra, nuk kena parë një kontratet. Pra, kontrata do të ishte ajo për mua shumë e vlefshme dhe ju bëj thirrje gjithë njerëzve të bëjnë kontrata me avokatin. Për arsye se mos ti mashtrojnë edhe avokati. Po, kjo është një praktikë. Pra, të bëjnë një kontratë që bota do ta ketë në Tiranë ka? Po, një kontratë. Po, në Shkodër nuk është futur si kulturë që bëhet një kontratë. Për arsye se edhe avokati thotë, ja, unë kam thënë kështu, s'kam thënë kështu. Pra, gjithë i sugjeroj, bëni kontrata me avokatin kur filloni një punë. Një proces, bëni kontrata. Pra, shumë e rëndësishme për arsye se mbroni edhe drejtën tuaj. Se normalisht çështë pagesa deri te kur mundet ose sa mundet me timu avokat. Mund të lidhe një kontratë, por duke menduar që një çështje mund të zgjidhej brenda vitit, shumë herë ato qëndrojnë kaca vjerë, 6 vjet, më shumë. Kjo rrit automatikisht koston të avokatit, sepse nuk është për shfaqjen e tij, pra ai është prezent në procese gjyqësore, por ka probleme gjykatësi, ka probleme prokurori që nuk janë prezent. Unë kam jetu më tepër këtë periudhën e fundit, duhet të shpjegoj se avokati kam marrë gjithë peshen, po tash sistemi i drejtësisë. Për arsye se gjithë njerëzit shkojnë te avokat pse s'mbahet gjyqi ose pse shtyhet, pse bëhet. Ai vakumi ose ai problemi që kanë pas me gjyqësori në pastrimin në thojza tyre siç pretendohet, kanë dhënë një jo drejt, do më thoni kanë humbur një drejt njerëzve, për arsye se nëse edhe një vendim nuk jepet në kohë, nuk është mirë. Pra, mas 2 vjetëve ti ndoshta ke për 2-3 muaj do të bëhet një dështim total, është gjykata për mua administrative, e cila është kriju për të dhënë drejtësi për 90 ditë,
sipas ligjit, afatet ligjore që ka, shkojnë 2 vjet, 3 vjet. E kam edhe për pensionistat, është skandal 3 vjet, 4 vjet nuk ju japin drejtën me dhënë vendimin, se drejtën e jep gjykata, po jep vendimin dhe 3 vjet pa marrë pensionin pensionisti është skandal. Është buka. Bile dhe një shprehje thotë që një drejtësi e vënuar i humbet vlerën e saj. Drejtësi e mohuar është drejtësi e vënuar, drejtësi e mohuar. Është shumë e vërtetë. Për gjithë kategoritë, por sidomos po marrin pensionistat. Se kanë vujt boll 50 vjet, vazhdojnë prapë vujin edhe s'marrin pensionin kohë. Jam shumë kurioztare ndër klientët që vinë dhe te zyra juaj ose përgjithsisht që dëgjohet problemi më kryesor, kush dominon? Ku është shqetësimi më i madh në Shkodër? Cilët janë ata që kërkojnë më shumë avokatin? Shikon, atëherë për hir të vërtetës njerëzit nuk ka një kulturë që më shkon në fillim problemit të avokatit. Në shumë raste që kam unë, kanë kalu disa etapa vetë, disa veprime. Një vetë gjyqësi vetë, po, e kanë marrë masa vetë. Ose kanë lënë me i ka fatë, ka degradu çështja në një farë piket, atëherë vinë thonë avokat si t'ja bëj për një dhe prapa një realitet tjetër, që po e thamë sonde me klientat që unë mund të kem has, nuk vinë të avokati me mirë besimin me kallëzu çdo gjë të vërtetën. Pra nuk ta kallëzojnë edhe të gjithë se janë zhgënjym, ndoshta prandaj thash epitetet që i kanë vuar avokatit, por nuk vinë me të kallëzuar. Pra qysh aty fillon avokati ndërtimin edhe të padisi deshta me thonë për rezultatin përfundimtar, del një provë që pra është edhe faji i palës. Po normalisht duhet të jetë saktë. Duhet ta kërkojnë kohë çdo gjë. Jo kur edhe me bën një shitje. Duhet një avokat të konsultohesh si ta bëj këtë shitje. Një dhurim. Duhet të konsultohesh si ta bëj këtë dhurim. Për arsye se kur bën një dhurim ti humb çdo drejtë, se ka dhurime me kushte, ndihmojmë klientin. Pra që mos ti humbi ndoshta drejtat e tij, mos ti tërsin, mos ti javën dikush tjetër. Pra çdo veprim kërkon avokatin. Për mua. Okej. Tek ne është futur kjo kultura që ne kur kemi një shqetësim ta lëm pak më njanë vetë gjyqësinë sepse kohët kalojnë, mendësia ndryshon dhe të kërkojmë ndihmën e avokatit. Bile, a kemi ne familje që kanë avokatin e tyre? Apo bëhet fjalë vetëm për familje që kanë biznese dhe vetëm ata kanë pranë vetes një avokat? Termi avokati i dikuj ka të bëjnë me një, siç e thash përpara, me një kontratë dhe një pagesë, siç e përmend kontrata, ke nevojë, s'ke nevojë për avokatin. Unë faktikisht kam klientat e mi, familjarët që mu më besojnë tyne dhe vinë duke lajmëruar njëri mas tjetrit, dhe ata kam mirë besimin e tyne dhe për hir të vërtetës jam falënderues për ta për besimin që më kanë dhënë. Qartë. Kemi dëgjuar persona të cilët të thonë isha në gjyq, por nuk mora fare avokat. Me çfarë pasojësh mund të përballet personi? Realiteti i drejtësisë është për arsye se gjykata është institucioni që jep të drejtën. Pra dhe pa pas avokat, pa kanë kërkush gjykata duhet për me të dhënë të drejtën si të takon me dokumentet. Atëherë, avokati duhet qysh në përgatitjen e tyre dokumenta. Për arsye se gjykata jep vendime në bazë të provave të cilat janë mbledh. Pra nuk hin për me bë prova tjera, për arsye se ligji që vetëm në seancë përgatitore përgatiten gjitha dhe shkon dosja për gjykim. Ti mund të kesh shumë të drejtë, po ke një provë të cilën si ke prunë gjykat, të cilën gjykata nuk mund të japin vendim pa kanë ja. Pra avokati duhet qysh në përgatitjen e dokumentave, gjithashtu edhe për shoqërimin e tyre, si në seancë gjyqësore, konfliktin me palën, domethënë palën tjetër, do të ke përgjigje kundra përgjigje ligjor, gjithashtu edhe për pa mos e vlerësimin për ankime ose veprime të tjera. Pra është një drejtë si doktori, që i cili ti mund di shumë gjëra, apo shkon te doktori, për mjekim ashtu edhe avokati duhet të jetë për çdo gjë. Vetëm të ndër. Mirë, duke pasur atë përshtypjen e një pesimizmi të përgjithshëm që kanë shqiptarë për drejtësinë, çfarë mendimi keni ju përgjithsisht për drejtësinë? Në çfarë niveli kemi drejtësinë në Shqipëri? Drejtësia në Shqipëri. Normalisht kohët e fundit kanë filluar të rritet drejtësia, si rritet drejtësia? Drejtësia rritet duke pas njerëz të cilët kanë studiuar, njerëz me integritet, sidomos gjykata do të ketë njerëz me integritet. Unë shpresoj që njerëzit kur vinin të takojnë mua të thojnë si shkon çështja në gjykatë dhe kanë besim se do të marrin drejtësi, atëherë gjyqësori ka arrit qëllimin.
Pra, kur besosh se unë shkoj në gjykatë dhe marr drejtësi, që njerëzit kanë frikë me shku në gjykatë. Mos çohet dikush pas një provë as një gjallë dhe shkon në gjykatë, unë se mund të bëj i thot mendja ose abuzon me drejtën e dikujt se ka edhe një padi e cila ngrihet kot për ti mos me fitu drejtën edhe me të lënë gjyqje disa vjet. Prandaj këto është sistemi i drejtësisë ashtu ndërtu, gjyqtarët pavarësisht se ka pasur gjyqtar nuk mund t'i quajt vjetër, gjyqtarët si kanë qenë me integritet shumë të lartë, edhe këta të që kanë ardhur, unë për atë sa sot më punoj, se nuk e tham për nga që punoj, por shoh integritet të këta persona. Edhe jam kënaqur për sy se kanë fillu gjyqjet bëhen shpejt. Atë bëhen shpejt. Po, se kjo pra, është kemi një një lidhje, ndryshim, se kjo është shumë e rëndësishme. Po, kanë fillu shpejtësia e gjyqjet. Besoj zvarritja është problemi kryesor i gjyqësorit. Zvarritja është çdo gjë jo e mirë si për edhe gjykatën edhe për njerëzit për drejtën tonë. Ne kemi një ndryshim të gjyqësorit në çfarë mase? Domethënë sa përqind e gjyqësorit është ndryshuar për të krijuar një ide. Gjyqësori për ne desha të them edhe për gjykatat. E kanë duke na hek gjykatat nga Shkoda, gjykatën e apelit. Po, aty doja ta bëj edhe unë një pyetje për apelin. Po, vazhdoj pra që do ta bëjmë mbrapa. Pra, ne kena të gjyqësori ka ndryshuar shumë, kanë ardhur të ri të cilët janë magjistrata. Normalisht një person mund të jetë i ri, do në kohën e vet edhe për të pjek për të dhënë mendime, nuk është të thonë se gjithkush do t'japin. Por mendojmë se si gjyqtarët e ri që kanë ardhur janë gjyqtarë me integritet dhe kanë filluar që i kapin çështet shpejt dhe nuk bëjnë zvarritje të kota. Pra, duke thonë zvarritje të kota janë ata që njerëzit abuzojnë dhe përdorin gjykatën për shtyr çështje dhe këta gjykatë që kanë ardhur. Edhe ka pasur përpara, po edhe tash çështje. Pra ndihet një frym më e mirë. Evakumi i madh që u bë për çështjet u bë nga largimi disa gjyqtarëve, prandaj çështjet u transportoheshin njëra me tjetrën dhe ishte. Tash ka filluar çdo gjë bëhen shpejt gjyqjet dhe njerëzit do të kenë besim te shpejtësia. Është çdo çështje e gjyqësorit, të paktën e shkallës së parë, ka një prirje që çdo kush ta çojë në apel. Pse duhet që çdo çështje të kalojë në apel? Dhe a na ka prishur punë fakti që ne kemi pas gjykatën e apelit këtu, e kam fjalën më shumë për klientët ose personat që janë viktime një çështje apo diçka e të tillë, pra duhet të shkojnë të udhtojnë në Tiranë, pra është një kosto e shtuar për ta. Ky është një problem që është bërë dhe mediatik, por si po rezulton? Pra lëvizjet e popullatës drejt Tiranës. Atëherë, për herë vërtet se avokati qysh në momentin që i bin dokumentacioni e din afërsisht se çfarë të drejtet fiton klienti i tij. Afërsisht e din. Masalena shpreson ndoshta nga një gabim i kundërshtarit ose nga një ta provat si ta thash ti. Pra dihet kjo është aftësia mësaj edhe interpretimit prova që është për avokatin. Nëse sistemi ne kemi shumë problem për shembull me klientët humin gjyqin, edhe është për të humbur gjyqin ndoshta, se ka pru një prove që s'ke nuk mund ta dhe kanë dëshirë ta ankojnë. Kam 2 rastet, sidomos këtë vitin e fundit, që unë nuk ju kam bën ankim. Për arsye se unë nuk mund bëj ankim me integritetin tim për me bën ankim për diçka që nuk është e drejtë. Dhe janë anku bile si avokatis na ka i thosh që mund ta bësh vetë, mund bëjnë unë s'të bëj ankim se s'ke drejt. Dhe unë nuk abuzoj me drejtën e ankimit. Për arsye se atje vetë një dosje, një gjyqësor kam për me pa një ankim tonin kot edhe unë edhe atë integritetin e njeriut pse ke bërë kot. Njerëzit dojnë që ta bëjnë. Ndërsa për gjykatën që ka shkuar në Tiranë, ne kemi bërë disa protesta si dhomë avokatie. Për arsye se ne ju kemi treguar njerëzve, një gjyq në Shkodër mund të jetë një masë caktuar, po Shkodër në Tiranë a 2 fishi. Shumë njerëz nuk e kanë në mbështet. Për arsye se s'kan pas nevojë për gjykatat. Tashti që kanë filluar me pas nevojë për gjykatat, do ne japim çmimin se normalisht Tirana ka këtë diçka tjetër kosto më të madhe. Po, është një kosto shumë më madhe. Në gjykatë apelit për Shkodrën do të ishte shumë e mirë për veriun. Pra, unë marr rast bëj thirrje dhe kush e ka mundësinë për ta pa këtë punë në këtë gjë në drejtësi, shohin të veriu ka nevojë për gjykatë apelit. Për arsye se është një komunitet i madh dhe i hum aksesin duke shkuar në Tiranë,
i hum aksesin edhe për të pas akses edhe për njekjen e çështjes vetë. Qartë. Si mund të kemi një procent gjyqësor të drejtë të panshëm? Ku ndikon më shumë ose çfarë bën, sepse varet jo gjithmonë është personi të cilin po e mbron, pra edhe mund të ketë bërë ndonjë faj dhe merret avokati për lehtësim të penalitetit që do të vi mbrapa, por si mund të kemi një proces gjyqësor të drejtë të panshëm? Kur gjykata është me integritet, është vetë procesi është i saktë dhe i panshëm. Kaq palët janë palë gjithmonë. Avokati ka palën e vetë, avokati tjetër ka palën tjetër, por është gjykata ajo që i bën një proces saktë të rregullt. Ka përballje të ashpër midis avokatërve në seanca dhe pasi dilet nga salla ka miq mes jush? Kjo është, mund të flas për veten time, ne mund kena konflikte ligjore edhe debat në proces gjyqësor, por unë kur del prej sallet, unë i lën sallë. Për arsye se kam për klienti ose populli nuk më blen drejtën time. Ajo drejta jame jashtë mund të pi kafe dhe me avokatin tjetër. Por unë me moral, me ligj, nuk jam me klientin tem deri në fund kur unë e marr përsipër. Pra nuk mund të pi kafe me gjithë që i ka kundërshtari, po unë jam deri në fund me klientin tem. A përfshish ndonjëherë emocionalisht në çështjen e klientit tënd? Ka pas raste jam përfshi emocionalisht se ndoshta kam pa jashkelje, se është e drejtë e palës për me dhënë mendimet e veta, emocionalisht me thënë drejtën, janë çështjet e divorceve edhe prishjet e familjeve, janë gjyqe që unë përgatis pa di, po janë gjyqe që i kam ma pa qef për t'i ba. Për arsye se prishjet i familje, sidomos kur kanë fëmijë. Për arsye se është ai fëmia që kanë sjellë një jetë që këta e lanë në momentet pasaj. Këta janë gjyqet që i kanë më pa qef. Qartë. A ka boshllëqe ligjore? Që ti bën mundin, bën punën, po pastaj këto boshllëqe ligjore mund të shfrytëzohen sepse avokatët këtë përdorin, ti ke një palë kundërshtare përballë. Pra, në aspektin juridik, a kemi ne boshllëqe ligjore që nuk është bërë mirë ligji, nuk janë bërë nënet mirë për ato që specifikojnë dhe ndihmojnë klientin? Në përgjithësi, po t'i shohësh kodet në Republikë Shqipërisë, për mua janë begët plota. Ka gjëra të reja që duhet shtohen me për arsye se çdo gjë u modernizu edhe duke dalë në elektronik dhe janë ligje që do të shtohen, që t'i japin vlerë elektronikës të shti, se janë gjëra që shtohen mrapa. Këta janë që do të shihen. Po për mendimin tem, ligjet shqiptare, ndoshta aty ku janë marrë, janë të kompletume dhe unë besoj se me disa shtete që kanë bërë krahasime, janë pak më të shpërtonat. Por, sa zbatohen, aja me për të pasë. Okej, cila çështje midis dy do zgjidhja, për shembull midis çështjeve të pronës dhe të divorceve, cila merr më shumë vëmendje, domethënë ka më shumë njerëz që vinë dhe interesohen. Kemi më shumë konflikte pronash apo kemi më shumë konflikte divorci? Atë konflikte pronash pa diskutim, jo ka, po mund të ketë disa herë më shumë se divorci. A pronat janë, po. Kisha përshtypjen se divorcet mund të jenë më shumë? Jo, që kanë pronat më shumë. Pronat për arsye se ne kemi qysh në 91-shin në deri sot, Allah nuk ka shku, si thujnë asaj fjallës, pronat e i Zotit. Dhe kja është ajo që njerëzit, kja fatkeqësi kanë prish familjet, vëllezërit me njëri tjetrin, kanë prish kujshit me njëri tjetrin, duke i lënë, duke i toleru, duke mos i lënë drejtësi në kohë. Unë duhet ndalim pak të situata në theth, në prishjet që u bën. Të paktën nga banorët dëgjojmë ose është shkruar një përshtypje që 50% e banorëve janë në prokurori për ndërtimet dhe shtesat e tyre palese. U ta vlerësoni të prishin që u bën në theth? Atëherë, siç më pyete pak përpara, ligji është për gjithë i njëjtë, për hir të vërtetës. Por ka diçka, shumë veprime të njerëzve vinë edhe nga mos veprimi ose mos përgjegjësia e pushtetit. Për arsye se sot po të hish me marrë një leje, po të kërkosh me marrë një leje, ka burokracinë atje është zakonshme për ta marrë këtë leje. Dhe njerëzit kanë pa diçka, ma mirë ta bëjnë këtë formë se sa të hinë me burokraci, me marrë, me ndalë shpirti, mu harxhu, me ka harxhu kohë, pra nuk ka diçka për derisa s'ka një plan.
unë jam dakord si kur kishin që një plan, ta kishin botu një plan në theth, kishin thonë ka një plan, do të bëhet kjo kështu, do të bëhet kjo kështu, do të kompensohet dikush, për arsye se ti e ke lënë me e bëhet në artesë. E nuk e ka bëhe mërë në natët. Ti e ke lënë në mesin e masalena fatkeqësi shumë ma duk një veprim shumë i ulti i shtetit në pikën e turizmit. Qoftë për ata njerëz të cilët kanë bukën e gojë, si që keni ndëgju vetë, janë borxh për tona, gjithashtu edhe për turistat të cilët mendoj që edhe nuk kanë më dëshirë ku shohin ata gjana shkojnë lënë një mes shumë të keqe. Pra do të kishin prit një kohë, ka një kohë të caktuar. Pra të ishin prit i muj, 2 muj, kanë prit gjithë këtë kohë 2 muj, që gjatë me prit, asë gjatë. Por? Nëse pyesim qytetarët lidhur me diçka që mund të bëjnë, thot nuk e dija. Nuk e dija se ekziston të kjo. Ne kemi shumë klauzola të rregullave dhe të ligjeve që e kemi krijuar një gjendje amullie shtetasit, apo ne kemi një shtetas i cili tregohet indiferent dhe në fundit nuk lexon kur të drejtat e tij. Atëherë, edhe shteti është si familja, kur babaj nuk është i përgjegjshëm për familjen, edhe vjen në shtëpi, por nuk kërkon llogari, nuk jep llogari, se janë të tonë, do të kërkoj, japësh llogari. Edhe shteti kur është sheh vetëm ata njerëzit që ai ka ma për preferencë, nuk i bjen mend me pa edhe për se si do të ecin edhe ky popull ta bajnë, kush ta bajnë, ose ta nxjerrin një ligj ose një udhëzim, e nxjerrin për një person, për me masallah bajnë edhe tjerë, po ata tjerë s'kan drejt, po një person ka. Ndërsa për prap jam të këtë thethit, jo vetëm thethi, po gjithë shqiptarët kanë djeni për një veprim pa ligjshëm kush të bën. Pra kanë djeni, po. Pa diskutim, po unë do të ilustroj me firmat piramidale. Jo na kanë mashtu, asnjë, të gjithë e kanë ditë. Po na ka pëlqyer që ta fiton. Vetë, edhe ndërtimi, edhe këta na kanë pëlqyer. Qartë, është e vërtetë. Unë kam edhe shumë pyetje të tjera për të bërë dhe koha televizive është shumë e shpejt. Lidhur me këto të drejta dhe informimin që kanë me Albania, kanë vështirësi, vinë njerëz që nuk kanë akses, nuk futen, ti kërkon një certifikat, ai ka vështirësi ti ulesh së bashku me të bësh punë që duhet i bën ai vetë. Pra, ne ky sistem, kjo digitalizimi kaq i madh që është bërë në Shqipëri, e ka gjetur popullatën e përgatitur, ishte aftë ajo për ta përdorur atë në kohë reale. Jo vetëm popullata, në mënyrë absolute, unë jam i bindur 70% e popullatës nuk din me përdorur fare. Unë këtë jam i bindur. Nuk din me përdorur fare. Sepse Shqipëria nuk është vetëm qendra e qytetit, por Shqipëria është shumë më larg. Njerëzit se kanë mundësinë dhe kushtet për të pasur një kompjuter, s'kan internet fare në zona që smulohen. S'ka internet, s'ka pa kompjuter në ushtar. Edhe s'ka njohuri. Pra duhet këtë që kanë bërë që kanë nxjerrë këtë lloj sistemit, duhet të ishte kanë qysh në shkolla, më fillu, më studiu, më bë që njerëzit masalena me apliku. Nuk e di, kanë hapë zyra, edhe këta janë zyra, të shte kanë fillu në përbashkije, kanë hapë një falas, po deri të shenë njerëzit janë abuzu, duke shku në për studio tjera dhe marrë me lekë edhe certifikate. Qartë. Normalisht, edhe ai që ka një studio i ban punën pra ishte një hap, mendoj parakoshëm, nuk u studua mirë niveli përgjithshëm i për mua një hap thjesht me fitu i tender dikush edhe për me bërë. Okej, për të pasur sa më shumë akses te drejtësia, duhet jesh i pasur? Apo mund të krijojmë rrethana edhe për një njeri të varfër, sepse dikush thotë, "Okej, është avokati i popullit." Si funksionon ideja e avokatit të popullit? Se më duket sikur është një avokat, por kush do e marrë atë më parë? Avokati. Tashti populli bën zgjedhjet e veta faktikisht, por aksesi në drejtësi varet edhe nga sa arrin me kuptu vetë njerëzit. Edhe si e dën këtë akses. Pra, aksesi nuk është se e dën ti, po aksesi është ashtu si është. Por, ka mësaj fillon aksesi qysht në momenti i padinave, gjithashtu akses është edhe me ditë, a ke se padina mund të bësh edhe vazhden e njek edhe vetë, pra kja është, do të ketë ma jo vetëm kompjuterike, por do të jetë edhe diçka tjetër për popullin, kanë qenë njoftimet, po. Avokat, nështë një pyetje më personale për ju, keni pasur ndonjë presion ose ndërhyrje aq të madhe sa detyrohesh të tërhiqesh? Sepse ti dhe Shkodra.
Jo, nuk kam pas një, unë mund kem pas 10-20. A, ke pasur? Kam pas në hyjmje, pa diskutim. Se kam përshtypjen këto janë të vazhdueshme. Sidomos sa po mësojnë se kë kam marrë avokat, pala tjetër me njëherë fillon ndërhyrje depresionet. Unë bëj një punë, unë e quaj shajt për veten time. Dhe e bëj para Zotit, si thojmë në punën, dhe nuk më temë kërkush për ushtrimin e detyrës time. Detyra jame është që të them të rjetiken, mos të fyken, dhe të bëj si mas ligjit kërkesat e mia. Nërsa për punë tjera, unë njëherë kam le dhe unë do të bëj punën time. Pastaj ju jeni edhe në karakter, një mirëditor. Po, normalisht, po gjësit. Njëherë është dhe aderoni në shoqatën Mirëdita, gjerasin të përshëndes dhe kolegët tanë, ku jemi së bashku dhe në kryesinë e shoqatës. Edhe unë i përshëndes. Një përshëndesim prej këtej. Një këshill për rinin. Unë kam shumë pyetje faktikisht, kam renditur me mira pyetje këtu, po dhe janë dhe të tjerë mi që më kanë thënë kur i thashë do të kemi një avokat. Koha është e limituar në televizion dhe nuk po ndalemi, por si duket mbetet vendi për një takim të radhës. Unë për rinin kam një këshill që do të ketë mentalitet punet. Shkollet njëherë, shkollimit dhe punet. Jo gjithkush mund bëhet avokat, jo gjithkush doktor. Ka profesionet janë shumë të vlefshme. Pra, të marrin dhe profesionet të ndryshme të cilat i shërbejnë edhe familjes tyne dhe vetes. Pra, të dalin të shkollohen dhe të marrin profesione. Pra, ti kun të eja që duhet mu fitu leku për 2 ditë dhe për 1 vjetë. Duhet me punu, se i leka shumë i dashtën kur punën edhe fiton me djerës. Shumë e vërtet dhe kjo këshill më se mirë dhe bashkëkohore për të rinj që na kanë ndjekur. Duhet punojnë edhe nga pak, jo për të fituar të gjitha. Pra për të itë kam, ti duhen prind. Po, shumë e rëndësishme. Ti duhen prind, mos t'i harrojnë, mos t'i braktisin prind. Kjo të kam tjere edhe për të që janë jarë shtetit, prind me ta kanë zemë, mos t'i harrojnë. Ju keni fëmijë, më fali që u pyes? Po, kam 4 fëmijë. Okej, do ta marrë ndonjëri për tyre profesionin e babaj? Duket, apo ti këshillon, ti futesh në profesion tjera? Unë kam pas diçka, i kam lënë zgjedhjet lira që kanë dashur. Dhe realisht nuk janë asnjëna si kam 4 vajza, asnjëna s'është në profesionin e drejtësisë, po të quajmë kështu. Gjitha i kam në profesione tjera, janë në shkollat larta. Okej, pra ka qenë zgjedhja e tyre dhe jo. I kam lënë zgjedhjet tyre. Nuk i kam manipulu ose ushtu presion që të bëhet. I kam lënë zgjedhjen e tyre. Okej. Unë shpresoj të kemi dhe herë të tjera në studio për të bërë biseda, janë shumë të vlefshme, ndoshta më tema më specifike, por ne dham një panoramë se si funksionon drejtësia, problematika që ka, i cekën problemet, por më shumë me vumë theksin edhe të komunikimi, se sa i rëndësishme është komunikimi me avokatin. Sa e rëndësishme është kërkimi i ndihmës së tij dhe besueshmëria që duhet t'i japim, sinqeritetin në momentin që bashkëpunojmë. Ne do të kalojmë në një material, është një material që ne kemi përgatitur në Tuzë, nuk e di nëse e frekuentoni zonën e vëllezërve tanë në pjesën e Tuzit. Kësaj radhe nuk ishim për turizëm, në emisionin Arom Shkodrën ne kapim tema të ndryshme, kësaj radhe një temë patriotike, një luftëtar shumë i nderuar i cili vlerësohet nga një audiencë mjaft e mirë, nga profesor doktor që kanë ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithë përpjekja e tij nga njëherë janë disa heronj të vegjël në dukje, por që humbasin në rrjedhat e kohës. Dhe ne e sillim në emisionin Arom Shkodrë duke sjell njerësh edhe një model të mirë të organizimit të vlerësimit të heronjve, gjë që duhet të ndodhë edhe tek ne këtu në Shqipëri. Ndjek materialin dhe rikthehemi pas pak në studio. Më datën 20 gusht 2025 në varrezat e Vuksan Lekajve të Hotit në Tuzë, u organizua ceremonia e bekimit të varit monumental të kryetrimit Det Gjonujka, dëshmorja dheut, prijes, humaniste dhe udhëheqës i flakti kryengritjes së Malësisë së Madhe. Në këtë aktivitet përkujtimor të organizuar nga famullia e Tuzit në bashkëpunim me familjen e Gjeto Kol Ucit Samaj, morën pjesë klerik të kishës franceskane, studiues, aktivist, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore në Malësi e në diasporë. Ndër të këtij kryetrimi u mblodhen edhe shumë malësor,
të cilët ruanin të freskët në kujtesën e tyre gojë dhëna të pleqjve të Malësisë, lidhur me historinë dhe kontributin e Det Gjonujkës. Gjatë kësaj ceremonie, krejt veçantë u mbajtën disa fjalime nga klerik, familjarë, studiues në nder të këtij kryetrimi, se dhe më pas do të zbulohej dhe bekohej vari memoriali financuar nga familja e Gjeto Kolucit, Samaj. Det Gjonujka ishte organizator dhe komandant i betejës së përgjakshme anti-osmane në qafën e Uglës, ku dha jetën për lirinë dhe atë të cilin me vendim numër 792, fraksion 19 datë 15/8/2020, qeveria shqiptare e shpalli dëshmor i adeut. Të nderuam zoni e zotëri, të nderuam klerik, e gjithë pranishëm, u përshëndes në emrin tim personal, e posaçërisht u përshëndes në emrin të familjes Gjeto Kolucit Samaj dhe vllaznis Vuksanlekaj. Ju falenderojmë për sfortit, për gjitha ato që vënë dhe vepruat për ne. E posaçërisht u falenderojmë për zemër e me gjithë zemër për respektin që lat. Ner, respekt e të mira paçi tanë jetën ju e familjet e juve. Edhe kësaj herë që jeni këtu bashkë me ne, për na përkrah, për me kënë me ne. Jeni për një arsye, për të kujtua një figurë të madhe të historisë, i cili e ka dhënë jetën në betejën më të përgjakshme të historisë kërëngritjes shqiptare, në betejën e qafë të Ugël. E ai personi është Det Gjoni i Trabojinit. Apo si e kanë quajt Dedi Gjonit, apo Det Gjonujka i Vuksanlekajve. Të menizua shumë e shumë burra e plest të Malësisë më arë për një shok më të afërm të këtij kryetrimit. Pe flas ata që kom një edhe babajnë tim Gjeto Kolën, e plesti e shpis, shumë herë ka flasin e thonë. Shoku më i ngushtë i tij në jetë, dhe vllai i tij ka kënë Gjeto Marku i Jonçit. Faktikisht ai dihet se edhe së bashkut në betejën më të përgjakshme në qafën e Uglit, edhe si nuk do me të pru me thonë dora, por ashtu si thonë edhe së bashkut kanë ndek për liri për kom e adle. Pra, këta dy kryetrima, si që kom një gjua, edhe kom marrë shënime prej shumë personazhve, burrave, pleqve, të Malësisë i kanë quajt Det Gjoni i Trabojinit e Gjeto Marku i Rapsht, apo Det Gjonujka i Vuksanleka e Gjeto Marku i Jonçit. Për të folun mbi historinë e stërgjyshit tim, nuk dua kësaj herët kanë me këtë 2-3 fjalë, ashtu si kom një prej të barve, prej plezve, edhe prej personazheve të hotit e të Malësisë. Por ato do bja vlan historianëve, folësve e tjerëve. Pra Det Gjonujka, kur ka met në qafë të Uglit, është dëvorrua në vërrezat familjare të prekajve e Jonçajve, fisi, po thom, aty ku ne e kemi pas një nipe shpia jonë.
gjithë kanë folë herë mas herë që kryqin të vorja ka qua ajo për çdo vjet. Masa nëj vjen ideja që ti punohet vorri ati kryetërimit bashkë këtu në urezat familjare, kulle vllaznia e barkut uj kajvet uj busanit, e punojnë, edhe i bjen eshtat e ti këtu. Masa dyne, si që dim gjithë, këto vërrezat kanë pa një form e një stil slab. Po dhe sa ke punu me material të keq, e dim, tanë e din, por nuk është ata se do me folë diçka se për babajnë tim, por ka pa dëshirë diçka të punojnë. Kura kënë në shtirësi hoti, kanë shqitë shumë prona, një prej tëne kanë shqitë gjyshat e mi, edhe token kam isë me gjithë kullën ta, kuja kanë shqitë e sitë nuk e di veç vetë, aty gjallë nuk i. Kja dëshmia e kësaj historie. Në rastet tjera, si që është lufta, është një ngushtim i madh kur komunikon me Zotin, pra ke disponim shpirtnor. Edhe në këtë së rastit, që në çdo sekund mundesh me krye, me përfundua, me uvrapë e ati tjetrit, e zërë kohën me falenderoj Zotin, e zërë kohën me ju drejtu atina, që nëse është vullneti i tina, të mbështojnë prej këti momenti. Thonë karakteristik e të parve tonë ka kënë, besimi i plot në te. Dhe kjo është e ngushtim maj mami për të nëtë që i kanë pasë. Kanë ngushtot e njëri tjetë të ndirë, ka me kënë mirë, mos u frikoni, do në sot e kështë të mëra. Të ndëruar të pranishëm, të shamirë të majësisë, të ndëruara media, të rinët më shuar, bi e bia këti vendit bekuar. Sonë të jemi mbledhur këtu, këtë ditë shënuar për të ndëruar një nga bitë me të shquar të majësisë e male, një burë që jetën e vetë ja kushtoja leut, një luftetar që me pushk, me mendje, lagjun të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Aja është det John Wicken i Trabojinit, gjithsesht i Vuksanlekajve të Hotit. Ky memorial që inaugurohet sot nuk është thjesht një gur i glendur, por një kujtesë e gjallë. Një amanet i shenjtë për çdo brez shqiptar që të mos harroj se liria nuk është dhurat, por është e fituar me gjak, me mund dhe me sakrificë të madhe. Det John Wicka ishte më shumë se sa një luftar. Ai ishte një burr vizionar, një pris i lindur, një organizator i madh. Në kohët e trazura, pas lidhjes Prizrenit, kur ushtria osmane shkretoi fshatrat, dogji shtëpi dhe përndoqi shqiptarët, ai u bë bashkë me bashkëvendasit dhe bashkombasit e tij buroje popullit të vet. Me zemër fisnike dhe shpirt të madh shleu borxhet, ndihmoi bashkëdhëtarët, Hotin në veçanti dhe majësinë në përgjithësi. Zemra e tij nuk rahu vetëm për Hotin, vetëm për Trabojinin apo për majësinë. Zemra e tij rrai për një Shqipëri të përbashkët, për një Shqipëri etnike. Ai kuptoi se një kom nuk mund të mbjetojë pa unitet. Prandaj bashkoi njerëzit, mlodhi kuvende, pajtoi gjaqe dhe ngriti flamurin e përbashkimit kombëtar me bashkëvendasit, bashkombasit dhe bashkëftarit e tij nga Majësia e Madhe dhe Megjer. Në betejën legjendare të Qafës së Uglit ose Qafës së Uglit,
Dhe Gjanujka të regoj se si duhet që ndroj një burr i vërtet shqiptar. Me pushk në dorë, me besë në zemër dhe me trimritën pa thyeshme. Mëtej të pranishmit u zhvendosën pranë varrezave të Vuksanlekajve të Hotit në Tuzë, ku dhe u zbulua memoriali i ideuar mbi hartën e Shqipërisë së Madhe, të pacopzuar nga pushtuesit, ku në pjesën pasti lexojmë: këtu pushojnë eshnit e kryetrimit Det Gjanujka i Vuksanlekajve, dëshmorja dheut, prijes, humanistët dhe udhëheqës i flakti kryengritjes së Malësisë së Madhe, organizator dhe komandanti betejës së përgjakshme anti-Osmani në qafën e Uglës, ku dha jetën për liria dhe më 25 qershor 1911. Në mentatit e dëbirit e të shpirtit shajt. Amen. Atyn që je në qiell, shajt mua kjofta myt, ardë mbretnia jote, u bahu mesa jote, si në qiell ashtu në dhe. Buken ton të përdyqne, epën a neve sot, ndjena i ne fajt e mkatet tona, si ndjem na fajtor tan, e mos në lemëra në keq, po largona prejgjës keq ashtu kjoft. Te falim Mari, her plote Zoti me ty, e beko me jemi gjitha gratë, e beko ma shpërti barku të në Jezus, shajtja e Marina të në Zot, lutu për ne mkat nord, tashën fjot morde son është në kjoft. Kjo flumniati të dëbirit e të shpirtit shajt. Si është kënë e parë të është për gjithmonë e jetës është të kjoft. Të lutim. O Zot Jezu Krishti që duke pushua të ditën vorë, ashtu i shëjt në vëborët e gjitha atyne që besojnë ty. Mënyrë që nëse na shërbejnë për varrim të trupave, të zgjojnë e ne shpresën e të ngjallur. Ban me mirësinë tënde që shërbëtori yt Deda pushonin paqen këtë vorë, deri që ti vetë të ngjathë jeta ta ngjallësh e ta shëndritsh, e ndrit në eftyresat e ta shodritën e më shumë në qiell, ti që jeton e mretnon sheku i të shekujve. Amen. Epja o Zot pushimin e pasosur. Eshtë drita e pamarume. Epja o Zot pushimin e pasosur. Eshtë drita e pamarume. Epja o Zot pushimin e pasosur. Eshtë drita e pamarume. Shoftën paç. Ashtë kjoft. U shoftën paç. Ashtë kjoft. U shoftën paç. Ky organizim u vlerësua si një dritë shprehëse për të nderuar e kujtuar të gjitha ato trima që meritojnë të prehen në pjedestalin e lirisë e historisë sonë të lavdishme. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur. Në pjesën e parë ne patëm një bisedë shumë këndshme me avokatin Ardian Brunga, një avokat mjaft i njohur në qytetin e Shkodrës, me një reputacion, me një besueshmëri dhe një profesionalizëm shumë të mirë në punën e tij. Ne shpresojmë që ta kemi avokatin dhe në emisionet të tjera që do realizojmë, duke hyrë pak më në mënyrë të detajuar në fushën e drejtësisë, pasi aty na dhëm të gjithë dhe besoj nuk ka familje në Shqipëri që se ka një problem për të cilin ka nevojën qoftë edhe të një këshillimi me avokatin. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni nesër në orën 15:30, ndërkohë unë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.